ato prezantimet e mëparshme, megjithatë nuk po hy në këtë korrigjim, besoj që ajo që është më e rëndësishmja është skuadra. Ne kemi sipas meje një skuadër që sot u jep të gjithëve mundësinë të zgjedhin. Kemi një skuadër ku të gjitha moshat, të dyja gjinit patjetër, po në mënyrë të posaçme gratë dhe vajzat kanë mundësi të gjejnë veten dhe të votojnë për veten. Ashtu si kundër, si asnjëherë mbar, Partia Socialiste ka një skuadër ku edhe më të rinjt janë të mirë përfaqësuar, por ndryshe nga herët e tjera, unë besoj që ka dhe një karakteristikë të re, të shumë pritur për mua personalisht, që në skuadrën e 11 majit ne kemi në të gjithë ekipin ton edhe një përbërje domethënëse të atyre që kanë kapërcyer nga njëra anë tek tjetra dhe janë me ne pasi në një proces të gjatë ose më të shkurtër kanë parë se sa palidhje dhe se sa e kotë është që të besosh se mund të vi diçka e mirë ose mund të bëhet diçka e mirë për vendin dhe për njerëzit, duke dalë për të kërkuar vota për ata që sot janë përballë nesh. Dhe është mirë pritur për mua sepse unë besoj që Partia Socialiste është shumë më e gjerë se sa vetvetja. Është shumë më e gjerë se sa perimetri i antarësisë së vet dhe është shumë më e gjerë se sa shumë kush brenda nesh e percepton, duke harruar që në fund të ditës ne jemi këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Dhe është e pamundur të mos mendojmë edhe të mos përpiqemi që këtë forcë t'ua vëmë dispozicion të gjithëve, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në tryezë kur flasim për pikpamjet tona lidhur me një çështje apo me një çështje tjetër. Në fund ne duhet të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ia vënë dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndajnë me ne qëllimet e mëdha. Dhe në këndvështrimin tim asnjëherë më parë, të paktën qysh se unë jam në krye të Partisë Socialiste, nuk ka pasur një moment zgjedhor si ky me një peshë specifike gjeopolitike. Patjetër që të gjitha zgjedhjet kanë qenë të rëndësishme, patjetër që në çdo zgjedhje një parti si e jona hyn për të fituar dhe patjetër që çdo zgjedhje ka pasur peshën e vet mbi fatin dhe mbi ecurinë e vendit, por këto zgjedhje kanë një peshë specifike të posaçme, sepse besoj që qysh nga zgjedhjet e para pluraliste ose le të themi 2 zgjedhjet e para, ato të 91-shit dhe 92-shit, këto zgjedhje janë të parat zgjedhje që kanë një rëndësi të posaçme gjeopolitike për Shqipërinë.
Për herë të parë në eksperiencën time të drejt për drejt, mundësia e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian është reale, është e prekshme, është konkrete dhe aktuale. Pra, patjetër që asnjëherë nuk e kemi vënë ne ndyshim, po besoj që nuk ka qenë asnjëherë e dyshuar as nga partnerët tanë evropian që vendi ynë është në Bashkimin Evropian, që Shqipëria do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Por ama asnjëherë si sot kjo nuk ka qenë diçka konkrete dhe aktuale. Është hapur një dritare që nuk do të qëndrojë hapur aty përgjithmonë, por që rrethanat e brendshme të Europës e kanë hapur dhe ato rrethana janë përputhur me rrethanat tona të brendshme, ku si rezultati i të gjitha përpjekjeve të bëra dhe si rezultat i arritjeve të realizuara, ne kemi mundësi ta shfrytëzojmë këtë moment. Dhe ky është një nga ato momente kur treni i historisë kalon përpara nesh dhe kur ne duhet jemi të vetëdijshëm dhe duhet vetëdijsojmë këdo që treni i historisë ndalon shumë pak në një stacion. Nuk rri aty pafundësisht, sepse e tillë është mënyra se si zhvillohet historia dhe tilla janë këto momente kur në varësi nga leadershipi, në varësi nga kapaciteti i klasës politike, i forcës udhëheqëse të një vendi e kap trenin ose e humbet. Ne nuk mund ta humbim këtë tren. Ne nuk duhet ta humbim këtë tren dhe ne nuk do ta humbim këtë tren. Është sot duke parë të gjitha ndryshimet tektonike që sapo kanë filluar në mbar botën, ekzistenciale që ne të jemi brenda në Bashkimin Evropian. Dhe këtu ka një punë për të bërë, këtu ka një diskutim për të bërë me njerëzit. Këtu ka nevojë që të gjithë ne në të gjithë këtë fushat, në të gjitha kontaktet, të flasim njerëzve për rëndësinë e këtij momenti dhe për rëndësinë e këtij ndryshimit të statusit tonë. Sepse ndeshën jo rrallë njerëz të cilët e marrin lehtë ose kanë një perceptim gabuar për Bashkimin Evropian ose e lidhin futjen në Bashkimin Evropian me epizode sporadike apo me momente të cilat u kanë mbetur në kokë, edhe ju duket sikur kjo është diçka me një rëndësi relative. Kjo nuk është me rëndësi relative, kjo është me rëndësi jetike për Shqipërinë. Është me rëndësi jetike për Shqipërinë dhe për shqiptarët, sepse vetëm duke hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria mund të sigurojë një herë mirë lirinë individuale për çdo individ. Liria individuale e shqiptarëve është e kërcënuar për sa kohë ata janë jashtë Bashkimit Evropian. Është e kërcënuar për sa kohë mbetet një çështje e lidhur me kush qeveris në Shqipëri. Siç është e kërcënuar barazia para ligjit. Dhe sot tek barazia para ligjit ne e kemi shumë të qartë kërcënimin. Ne jemi këtu autor të reformës në drejtësi, udhëheqës të procesit transformues të drejtësisë dhe në vetë të parë edhe bartës të kostove më të mëdha të këtij procesi, me vetdijen e plotë që pa këto kosto ky proces është i pa realizueshëm dhe përballë nesh janë forca që duan votën për të kthyer përmbys gjithçka që është ndërtuar deri tani. Pra, barazia para ligjit dhe ndërtimi i institucioneve
që në fund të ditës bëjnë dallimin midis vendeve, nuk janë diçka që është e garantuar nëse ne nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Vetëm kur të hyjmë në Bashkimin Evropian nuk do të ketë rëndësi të madhe se kush qeveris këtu. Nga pikpamja e lirive, nga pikpamja e barazisë para ligjit dhe nga pikpamja e të gjitha standardet bashkëtesës. Prandaj, kjo është themelore. Nga ana tjetër, po kaq konkrete është mundësia që çdo shqiptar dhe shqiptare në Shqipëri dhe kudo në botë të pajiset me pasaportën europiane të Shqipërisë. Dëgjoja disa që thoshin në ato komentet që më sjellin për të bërë ato kronikat e mia, që shitani e la Europën dhe tani do na japi pasaporta, nuk është pasaporta e BE-s, nuk është diçka që jep qeveria. Pasaporta e BE-s buron nga hyrja në BE. Dhe ne duhet bëhemi antar të BE-s që të marrim pasaportën e BE-s. Dhe marrja e pasaportës BE-s për çdo shqiptar është një moment transformimi i plot i jetës së tij, të familjes së tij dhe mbi të gjitha i perspektivës fëmijëve. Dhe të fëmijëve. Pasaporta e BE-s i jep çdo shqiptare më në fund atë që s'e ka pasur kurrë. Atë që s'e ka pasur kurrë. Dinjitetin e barabartë me çdo tjetër në qiellin e përbashkët të Europës. I jep statusin e barabartë dhe mundësinë që kur më të mos shihet si qytetar apo qytetare dorës dytë. Pasaporta e BE-s i jep të gjithë fëmijëve të Shqipërisë mundësinë që të studiojnë në çdo vend BE-s si shtetas të BE-s, jo si student të huaj. Dhe kjo bën dallim të madh në shumë aspekte në jetën universitare. I jep mundësi çdo shqiptari dhe shqiptare që kur të shkojë në aeroport, jo thjesht të mos ri përballë një policie dhe t'i shpjegoj se ku po shkon, ku sheftoi, sa lek ka me vete, sa do ri dhe pastaj t'i përgjigjet pyetjes kur do ikësh. Por të hy pa ndaluar asnjë sekond përballë një policie, thjesht duke treguar pasaportën dhe të qëndroj sa doj. Dhe të punoj ku doj nëse gjen mundësinë për punë, por edhe të jetë nën kujdesin e shërbimit shëndetësor të cilit do vendi ku shkon. E thënë ndryshe, pasaporta e BE-s i jep çdo shqiptari dhe shqiptare mundësinë që të jetë po aq suedez sa suedezët në Suedi, po aq francez sa francezët në Francë, po aq spanjoll sa spanjollët në Spanjë dhe kështu me radhë. Kjo është pasaporta e BE-s. Ky është antarësimi i BE. Tani nga se rrezikohet kjo, se dikush mund të thotë që po të gjithë këtu duan ta çojnë Shqipërinë në BE. Edhe Këneta BE. Thot gjithë ditën. Gjithë bretkocat BE-n kanë në gojë, pse duhet të shkoj votat e Partia Socialiste. E thash dhe më parë, ky është një moment në histori. Kjo është një dritare e hapur, kjo është një tren që është para nesh në stacion. Dhe ka ndaluar me një kohë të caktuar. Koha është 2027. Na është pranuar dhe kemi dakordsuar që deri në fund 2027 do mbyllim negociatat. Negociatat nuk janë as komente në Facebook, nuk janë as postime në TikTok, nuk janë as analiza Roma për Toma në për klubet e natës, nuk janë as fjalime, negociatat janë një punë për të qëruar oriz në çdo ligj, në çdo nen, në çdo sektor dhe një punë për të provuar se çdo gjë që shkruhet bëhet. Pra janë një punë e përditshme, janë 1000 vetë sot, ne jemi këtu duke folur për zgjedhjet, 1000 vetë, paka shumë, janë në zyra
që punojnë për negociatat. Janë 40 skuadra nga pushteti ekzekutiv, nga pushteti gjyqësor, nga agjencitë e tjera të pavarura, që janë të angazhuara për negociatat. Dhe asnjë lëkundje, asnjë ndalim i kësaj pune, asnjë çoroditje nuk duhet lejuar të ndodhi. Kjo është përtej të gjithave. Dhe prandaj 11 maj duhet jetë vula e shumicës dërmuese shqiptarëve për t'i thënë kësaj skuadre vazhdoni punën, sepse asgjë nuk lëviz, drejtimi nuk lëviz, koha shfrytëzohet minut për minut dhe gjërat siç janë parashikuar bëhen afat për afat. Nuk ka mundësi t'i shpjegosh Bashkimit Evropian se shiko se u bën zgjedhje dhe ka një kështu situatë, se shiko se nuk ka mundësi. Ky është një moment ku çdo shqiptar duhet ta ndjejë dhe ta kuptojë që është pjesë e këtij procesi. Është vetvetiu pjesë e këtij procesi, thjesht me votën e vet. Nuk i kërkohet të shkojë të zyrë ose të shkojë tek dyqani dhe të fillojë të punojë për negociatat, po i kërkohet që me votën e vet të garantojë të gjithë punën që bëhet për negociatat. Dhe në fund të ditës, në fund të këtij procesi, rezultati i parë konkret do të jetë që do të marrë pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe me atë pasaportë do të jetë njeri i lirë dhe i barabartë në të gjithë perimetrin e Bashkimit Evropian. Kudo ku një shqiptar me pasaportën e BE-s do të gjendet dhe do ketë nevojë për një mbrojtje, për një ndihmë, për një emergjencë dhe nuk do ketë pranë një ambasadë të Republikës së Shqipërisë, ambasada më e afërt e BE-s është në dispozicion të tij, ose të saj, ose të tyre. Kaq e rëndësishme është kjo. Me hyrjen tonë në BE, Shqipëria bëhet sa Europa dhe Europa bëhet sa Shqipëria. Si të shkojmë nga Shkodra në Korçë, me të njëjtën lehtësi do shkojmë nga Portugalia në Poloni, nga Shqipëria në Suedi. Dhe askush nuk do na ndaloj, askush nuk do na e bëj rastin e jetës kur jemi të rinj edhe jemi atje dhe me patjetër duhet të rrim atje se ndryshe nuk na jepet mundësia të shkojmë prapë. Jo. Kthehemi, shkojmë prapë, provojmë, kthehemi, pra ndryshon komplet perspektiva. Këto janë zgjedhjet e 11 majit në thelb. Dhe për këtë arsye ne duhet bëjmë çmosin që në këto zgjedhje të marrim rezultatin më të mirë të gjithë kësaj serie fitoresh, 9 fitore radhazi. Në 11 maj kemi radhën e 10 dhe do të marrim një fitore me notën 10, duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Llogaritë aritmetike nuk vlejnë në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje vlen një llogari tjetër, llogaria e shqiptarëve me historinë, me të shkuarën dhe me të ardhmen. E ardhmja, si asnjëherë më parë, është e materializuar në këto zgjedhje me një vot. Sepse na duhen një vit e gjysmë, jo më shumë se një vit e gjysmë, për t'i vënë të gjitha gjërat në vijë dhe një vit 2027 për të përmbyllur gjithçka. Dhe pastaj vetëm parlamentet e vendeve të tjera që do të jenë ngjarje emocionale dhe historike në vete, 27 ngjarje ku çdo parlament do votojë që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të çojë në këmbë duar trokas Shqipërinë. Çdo parlament i Europës. Tani, kjo është
kaq konkrete, sa që e bën politikën shumë konkrete. Shumë konkrete. Të gjitha të tjerat janë të rëndësishme. Kanalizimet janë të rëndësishme. Rrugët janë të rëndësishme, shkollat janë të rëndësishme, spitalet janë të rëndësishme. Të gjitha janë shumë të rëndësishme. Patjetër pagat janë shumë të rëndësishme, punësimi shumë, të gjitha. Por përtej të gjitha këtyre dhe e lidhur drejt për drejt me të gjitha këto, qëndron ky moment. Mandati më i fortë deri më sot për Partinë Socialiste, për këtë forcë qeverisëse që 2030 ta gjejë Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian, ndër të tjera, se është dhe ana tjetër e medaljes, nuk është vetëm çështje lirish dhe drejtash, është dhe një çështje drejt për drejt e lidhur me ekonominë dhe me rritjen e mirëqenies. Disa e thonë pa të keq që kush është në BE, po shef keq. Mo bet kot. Të gjitha problematikat e brendshme të BE-s janë problematika që ne do donim të kishim, në vend se të kishim problematikat që kemi trashëguar dhe me cilat mezi po ndahemi. Por të gjithë ju duhet thënë ama, në çdo takim, që BE-ja është një vlerë e shtuar financiare.